Miqtë e mi të çmuar, sot dëshiroj t'ju kujtoj një të vërtetë të madhe që duhet të skalitet në zemrën tuaj. Zoti është i mirë. Siç ka qenë gjithmonë i mirë me ju, me familjen tuaj, në jetën tuaj. Sot në meditimin e radhës do të ndaj një nga premtimet dhe bekimet e tjera të mëdha nga Jeremia kapitulli 33, vargu i 6. Zoti thot: "Ja unë do t'i sjell atij mirëqenie dhe shërim. Do t'i shëroj dhe do t'u zbuloj atyre bollëkun e paqes dhe të së vërtetës." Çfarë inkurajimi? Ky kapitulli 33 i Jeremias, shkruhet në një nga momentet më të errta të historisë së Izraelit. Jeruzalemi ishte rrethuar, populli ishte pranë mërgimit dhe çdo shpresë njerëzore duke i fikur, pikërisht në këtë errësirë. Perëndia flet: "Unë do t'i sjell mirëqenie dhe shërim." Është një nga ato momente kur njerëzit shohin të gjithë fundin, por Zoti shpall fillime të reja. Tregohet se si pas luftës dytë botërore, qyteti i Dresdenit në Gjermani ishte shndruar në një grumbull gërmadhash. Mijëra ndërtesa ishin shkatruar dhe shumë njerëz mendonin se ky qytet nuk do të ringrihej më kurrë. Megjithatë, dekada më vonë nis një proces i jashtëzakonshëm restaurimi. Katedralja më e famshme e qytetit, e cila kishte mbetur një pir gurësh të djegur, u rindërtua duke përdorur çdo gur që mund të identifikojë nga rrënojat. Gurët e nxirr nga zjarri u vendosën përsëri në vendin e tyre dhe sot ato duken mes gurëve të rinj si dëshmi se plagët nuk janë fshirë, por janë shndruar në një monument shprese. Kështu vepron edhe Zoti. Ai nuk i hedh tutjet copzat e jetës tonë, por i merr një nga një, i pastron dhe me to ndërton një histori krejt të re. Premtimi i Zotit përmban të paktën në këtë varg 4 bekime të mëdha. Bekimi i parë: Zoti premton mirëqenie. Fjala hebraike është shalom. Ajo nuk nënkupton vetëm mungesën e luftës, por plotësinë e jetës. Pra, është paqja që vendos rregull aty ku ka kaos, shpresë aty ku ka dëshpërim dhe kuptim aty ku ka zbrasti. E vërteta e dytë: Zoti premton shërim. Perëndia nuk thot vetëm do t'ju ngushëlloj, por do t'ju shëroj. Ngushtimi lehtëson dhimbjen, por shërimi e transformon plagën dhe jetën e njeriut, apo jo? Jezusi nuk erdhi vetëm të na bëjë të ndihemi më mirë, por ai erdhi të na rikrijojë, të na rilind, të na bëjë njerëz të rinj. E vërteta e tretë: në këtë varg shikojmë që Zoti premton bollëk dhe paqe. Perëndia nuk jep me pikatore, por ai jep me bollëk. Kur Krishti hyn në jetën e një njeriu, ai nuk sjell vetëm falje, por siguri, identitet, shpresë dhe një paqe që nuk varet nga rrethanat. Së katërti: Zoti premton të vërtetën, është domethënëse që paqja dhe e vërteta ecin bashkë. Shoqëria moderne kërkon paqe, por pa të vërtetën. Por një paqe ndërtuar mbi gënjeshtër është vetëm një armpushim i përkohshëm. Vetëm e vërteta e Zotit mund të ndërtojë një paqe që zgjat. A dini se plaga më e madhe e njeriut nuk është ekonomike, as politike, as psikologjike, por është shpirtërore. Dhe për këtë arsye, ilaçi i parë që Zoti ofron është prania e tij, pastrimi që vjen nëpërmjet gjakut të birit të tij, Krishtit. Ky varg flet fuqishëm edhe për kohën tonë. Jetojmë një epokë ku teknologjia avancon me shpejtësi, por ankthi mes nesh rritet. Spitalet janë më moderne se kurrë, por zemrat mbeten plagosura. Shoqëria flet për mirëqenie materiale, ndërsa familjet coptohen, marrëdhëniet thyen, vetmia bëhet epidemi. Zoti na kujton se shërimi i vërtet fillon këtu, nga brenda. Ndoshta sot mbart plag nga tradhtia, humbja, padrejtësitë apo mëkati. Ndoshta gjendesh i lodhur duke kërkuar zgjidhje që vetëm mbulojnë simptomat. Krishti nuk mbulon plagën, por ai e prek. Nuk e fshet vërtetën, ai e zbulon atë me dashuri. Ai nuk premton një jetë pas prova, por një zemër të shëruar, që mund të ecë edhe në mes të sprovave. Ndaj, miku i, mos harro. Zoti është më i madh se rrënojat në jetën tënde. Ai mund të rindërtojë atë që ti e ke konsideruar të humbur përgjithmonë. Ndaj, me këtë shpresë, të jashtëzakonshme për këtë meditimi, të fjalës së Zotit, le t'i lutemi Zotit së bashku. Amen. Ati dashur qellor, falenderojmë që ti je Perëndia i shërimit dhe i restaurimit të plot. Ti shikon plagët që askush tjetër nuk i sheh. Preke sot zemrat tona.
na çliro nga frika dhe dëshpërimi dhe nga çdo barë që na largon prej teje. Mbushe jetën tonë me bollëkun e paqes sate dhe na udhëzi gjithmonë tek e vërteta jote. Bëj Krishtin mjekun e shpirtit ton, shpëtimtarin, mbretin dhe Zotin, dhe na rindërto atë që mëkati dhe dhimbja ka rrënuar tek ne. Bekoj burra dhe gratë që po ndjekin sot, fëmijët dhe familjet e tyre o Atë. Udhëhiqi dhe drejtoj, jepi mbrojtje dhe siguri. Mbuloj me paqen tënde. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miq të dashur, ky është meditimi i fillimit të kësaj jave. Lutem për një javë të re me bekimet e Zotit në jetën tuaj, me paqen e Tij në jetën tuaj dhe me çdo të mirë që buron prej Tij. Nëse ishte inkurajim për ju ky meditim, ndajini me miqtë tuaj, mos jeni të kursyer, letimi bekim për të gjithë njerëzit. Ju uroj një ditë super të bekuar nga Zoti dhe pres t'ju takoj sërish në meditimin ditën e nesërme. Miru takofshim.